mënyra se si është funksionuar dhe si është orientuar policia këto vite të punoj. Këtë fokusi është në veri. Dhe arrestimi këtyre personave që për mua është ndoshta veprimi shumë i vonshëm që është bërë, jo për shkak që e kanë vrarë. Se kur ta vrash dikan duhet me dhënë përgjegjësitë, po mënyra se si është funksionuar dhe si është orientuar policia këto vite të punoj. Këtë fokusi është në veri. Edhe strategjia për parandalimin e terrorizmit, nëse e lexoni me kujdes, është bërë kryesisht tek ekstremizmi etnik, nacionalist e jo tek është lënë anash, bile me kanë bërë një vlerësim të rrezikut për ekstremizmin e dhënshëm dhe radikalizmin fetar, që Kosova më nuk është në rrezik, është niveli shumë i ulët i kutadiun që është gabim. Po do të fokusuar edhe te nacionalizmi etnik, po nuk do të lënë anash edhe çështja e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhënshëm. A ka qenë, po më intereson me ditë pra anës tënde, zotri Çalaj, a ka qenë radikalizuar vazhdimisht, ka qenë ku apo po radikalizohet tani me këto veprimet e fundit që po i shohim? Ndëgjoni, kjo ka një histori. Ne e dim veprimet që ndërmorën të kaluara në shumë pjesë të Kosovës, ndërto në Kaçaningëll dhe në Handelezit, mirë për kur flasim për ekstremizmin, automatikisht ne po mendojmë për ekstremizmin fetar islam musliman. Ne duhet të sistemi, jo ne institucionet, të monitorojnë çdo lloj ekstremizmi të gjitha fejve që janë prezente në Kosovë. Sa ekstremizëm të mirë të keq, këto janë njëjtë. Ne kemi pas para disa ditë udhëhecin e kishës ortodokse serbe në Pej, bazulita shku në Mos, nuk ka orë për qefa këto, do të monitorojnë çdo veprim që bëhet kudo. Dhe po ashtu, çështja e sikur që e Kaçaniku dhe qyteteve tjera. Po është kriju një përshtypje e gabuar për njerëz që e praktikojnë fenë. Çka ka të keq që njerëz që shkojnë në xhami, që lutën, që falen apo në kisha ku ta diun. Çka ka të keq që kur një njeri ndoshta dallon për nga veshja apo për kadukja. Ne duhet të kanalizojmë veprimet tona në parandalim ndaj personave të cilat e përdorin fenë për çështje tjera që fatkeqësisht ka dhe ka pas. Dhe unë, sidomos këto ditë e fundit, me identifiku, zotri Çalaj. Jo, nuk është vështirë me identifiku. Nuk shkojnë në bazë të asaj që po e thoni ju. Unë konsideroj që ka qenë një mungesë e kujdesit, sidomos të drejtorisë kundër terrorizmit policinë e Kosovës në këtë fushë. Meqense se të gjithë ata zyrtarë që janë të mrekullueshëm, që janë trajnuar, që kanë dhënë dëshmi, që janë profesional, kanë qenë të orientuar vetëm në veri. Dhe unë mendoj që është gabim. Policia e Kosovës ka sektore të ndryshme të cilët e komplementojnë njëri tjetrën edhe për veri, po edhe për çështje tjera. Nuk është dashur që të tërheqet vëmendja absolutisht dhe të veprohet tash. Më pëlqej aksioni i sotëm. Po sa e justifikon mos veprimin deri më tani. Dhe mos harrojmë se personat që merren me dukuri të tilla nuk e fillojnë veprimin dje me pas rezultat sot. Po ka një histori atë. Prandaj pajtohem edhe me Kreshnikën që thotë që procesi i kujdesit në përbushjet e Kosovës është kot. Mas pari, dhe nuk po referohem kësaj qeverie, po edhe asaj përpara, është kot, është gabim. Është gabim i madh që koordinatori për implementimin e strategjisë kundër terrorizmit është politikan, është ministri i brendshëm. Unë mendoj që duhet të jetë një njeri profesionist i fushës. Mos harrojmë, po e marr shembull, kemi pas qeveri që ministri i brendshëm janë rrugë 4 ose 5 ministrë të brendshëm për 2 vjet qeverisje.